Përshëndetje vajza, atëherë sot do të bëj një video recension për Clarisonic Mia. Është një aparat elektronik në thonjza për pastrimin e thellë të lëkurës. Tani kam rreth 2 muaj që po e përdor dhe mendova domethënë që është koha e duhur për t'ju thënë domethënë opinionin tim mbi këtë produkt. Atëherë, e para, nuk është një produkt domethënë që është i lirë, nuk është ekonomik, kushton rreth 150 euro tek siti i Sephorës, sepse aty e bleva. Ky vjen me një kuti të madhe si ajo e këpucëve dhe brenda domethënë ka këtë çantën e vogël. Ky faktikisht ishte një edicion domethënë i limituar, nuk e bëjnë më domethënë me këto dizajn. Gjeni këtë, i cili ky është Clarisonic Mia 2, e theksoj sepse ka shumë versione, ka Mia 1, 2, po, është dhe Mia 3, është dhe një tjetër që quhet Smart Profile. Të gjitha këto versione kanë funksione të ndryshme. Njëri është për të pasur fytyrë të shëndritshme, luminoze. Ky tjetër që kam unë është është pothuajse ai që marrin të gjithë, sepse është universal, është i përshtatshëm për të gjitha tipet e lëkurave. Dhe tjetri, Mia 3, është për të hequr make-upin dhe për pastrimin e fytyrës. Pash dhe një tjetër që ishte për akne, por jo. Duhet të dini domethënë që njëherë që e bleni këtë Clarisonic, pas ca kohësh domethënë duhet të ndërroni këtë kokën e Clarisonic. Si thëmë, nëse po i themi furçën për pastrimin e lëkurës. Këto nëse i blen tek e tek kushton afërsisht 27 euro dhe harrova të thoja domethënë që mund t'i ndërroni çdo 3-4 muaj. Tani varet nga përdorimi, nëse e shihni domethënë që me të vërtet është qimet domethënë kanë ikur kështu si puna e fuçës së dhëmbëve, apo e shihni domethënë që është i prishur, atëherë është koha domethënë që ta ndërroni, por ju jap një sugjerim domethënë mos prisni deri atëherë sepse ndryshe nga dhëmbët, lëkura domethënë është më sensitive, prandaj domethënë që duhet të ndruar fuça pas disa kohësh. Gjithashtu me këtë çantën e vogël brenda kësaj çante do të gjeni dhe këtë detergjent, domethënë të vogël, është afërsisht mund të jetë 30 ml. Dhe ky është për një gel domethënë purifikues dhe freskues domethënë për fytyrën që duhet ta përdorni me Clarisonic. Atëherë, njëherë që mbaron ky, duhet të përdorni një detergjent për fytyrën shumë delikat. Nëse keni fytyrë domethënë lëkurën shumë delikate dhe domethënë duhet të përdorni një detergjent specifik për lëkurën tuaj. Atëherë, si përdoret? Përdorimi është shumë i thjeshtë. Herën e parë do të duket pak çudi, por do mësoheni. Ky Clarisonic nizet këtu dhe bën këtë zhurmë. Mund të ndroni shpejtësitë, domethënë në varësi të dëshirës suaj. Si përdoret Clarisonic Mia 2? Para se ta përdorni normalisht duhet të lexoni librin e udhëzimeve, aty është shpjeguar gjithçka. Megjithatë, unë po ju përmbledh domethënë me pak minuta. Nëse përdorni Clarisonic, normalisht fytyra duhet jetë e pastër, pa make-up, dhe më pas do të merrni një detergjent, atë që keni ju normalisht, që përdorni, dhe ta vendosni tek se bëra rëmuj, do ta vendosni tek fuça. Pra po thoya që para se ta përdorni Clarisonic, fytyra duhet të jetë e pastër dhe e lagur, sidomos, ose duhet të shplani me ujë domethënë Clarisonic. Nizeni. Bëni kujdes domethënë dhe vendoseni tek balli për 20 sekonda. Do t'ju njoftoj vetë domethënë se kur duhet ta spostoni,
Në fillim fillohet nga zona T. E kur bëm këtë zhurmë, ju spostoheni tek mjekra. Mund ta vendosim në pauzë. Dhe 10 sekonda tek kaqet. Edhe kaq. Dhe më pas e shplani me ujë dhe fytyrën. Tani ju do thoni se pse nuk bën shkum, varet domethënë ka detergjenti. Nuk është e thënë që nëse nuk bën shkum nuk pastrohet. Pra varet nga detergjenti. Por jo sigurt domethënë që pastron. Se harrova t'ju thoja më përpara. Gjeli që po përdor tani është gjeli i La Roche-Posay, këtu. Kushton afërsisht 10 euro, nuk kushton pak, por gjendem shumë mirë, është për fytyrat normale, për lëkura normale dhe mikse, dhe ato që janë intolerante, domethënë ndaj agjentëve kimik. Unë që kur e kam bler nuk ndahem dot domethënë nga Clarisoni, sepse e di lëkurën më të pastër, më të freskët, është shumë i mirë për pastrimin e lëkurës. S'kam qa thënë gjë tjetër për këtë, domethënë, për Clarisoni, sepse i ka gjitha të mira. Shumë vajza kur e blejnë, domethënë, në përdorimet e para, fytyra i skuqet apo i dalin ca puçra, kjo varet domethënë sepse nuk është faj i Clarisonic, por është sepse nuk keni zgjedhur domethënë furçën e duhur, pra keni zgjedhur një furçë shumë agresive, ose një nga gjërat domethënë që nuk ju thash, nëse e bëni kështu duke i ngjeshur tek lëkura juaj, normal që është eksfolimi është shumë agresiv edhe dëmton lëkurën tuaj. Unë herët e parë që përdora nuk pata asnjë reaksion, nuk kam asgjë domethënë për të thënë negativisht për Clarisonic. Shpresoj domethënë ty ketë pëlqyer kjo video. Më falni se e zgjata çiksi shumë, se zakonisht. Më thoni nëse edhe juve e përdorni apo se si ndjeheni domethënë me Clarisonic. Unë ju përshëndes dhe shihemi në videot e radhës. Mirupafshim.